Kur je në një koncert të Dua Lipës, do të mendosh se të gjithë dritat janë të fokusuara mbi skenë, por jo në këtë rast. Një dritë e vogël e ndezur në mes të turmës në Melbourne bëri që një influencere shqiptare të bëjë tema më e komentuar e rrjeteve sociale ditëve të fundit. Ajo është influencerja Donjeta Bekteshi, vajza që s'deshi veç një selfie, por pa e ditur ndezi një debat të madh mbi etikën e filmimit në vende publike. Komentet online variuan nga "i ke fik dritën" deri tek "po shndërrit", më shumë se skena. Në këtë intervistë ekskluzive, Donjeta vendos të ndajë të vërtetën pas atij momenti viral. Çfarë ndodhi realisht? A e bëri me qëllim? Si e përjetoi të gjithë reagimin dhe çka do bënte ndryshe, nëse do e bënte? Një bisede sinqert me dritë buzëqeshje dhe një klik fame spontane që askush nuk e priste, ndoshta as vetë Donjeta deri në përmasat që të merrte vëmendjen e Daily Mail. Ti shkon bile një ring light, po është një dritë katrore e vogël, cilën e kam edhe qëto gjatë kohës që po foli me ty. Po mas pari kisha dasht me të falendëru ty për në qasjen kaq profesionale që i ke jep kësaj farë ngjarje botërore, se para se që të vish me një lajm me një titull diçka shokus, e ke zgjedhur që me ditë të vërtetën prej meje ma afër edhe mas nej me lobu ma gjatë. Nuk ka qenë nuk ka qenë e planifikume me thonë drejtën, ose nuk ka qenë ai strategji për me shku viral une me këtë dritë, po është thjesht një dritë që është me mu kudo që shkoj. Shumicën e videove që i kam të filmuar edhe në TikTok, gjithmonë e përdori këtë dritë dhe vjen me mu kudo që shkoj. Koncert është hera e parë që unë kam shku me një koncert të madh që ka qenë ky Dua Lipës tash. Kam qenë për këto koncertet nga për klube në Kosovë, po jo bashkë me një koncert kështu me dikon shumë të famshëm. Po s'po di tash a me thonë që kom pas ose kom pas, veç këtu kur dal, zakonisht e marrim me veti me shoqet për me përdor për ndriçim më të mirë për foto ose për video, edhe nuk është as pak shokuese për askën, po ja që ndodhi të jetë shokuese pak për atje. Para mendo sa blici telefonit ka qenë aty, sa reflektorët kanë qenë, Dua Lipa në skenë edhe unë e merra në sy me dritë. Like, okej. Anashta nuk jam asnjë që rrinë në hije, po jam pak që dokna. Në videot në TikTok shihet teksa afro dikush nga sigurimi, ajo që i tha është tjetër nga çfarë pritej. Sigurimi, nuk e dija ke rastisht kur ata erdhen me më fol mu, po në momenti që e kom përfundu videon, e kom pa edhe gjatë përfundimit videos që e kom postu edhe në TikTok, e shoh që dikush po vjen drejt meje. Mas ne e kom përfundu videon edhe jom kthy me fol me ta, ai thjesht nuk ka tregu në mënyrë shumë njerëzore që në atë vendi ku kam shku me bo videon, nuk është e lejuar me nejt aty, po ai nuk e ka përmend asnjëherë diçka për dritën, po veç që me një mënyrë tjetër është kujdes për mua, se aty ku kam shku me bo videon ka qenë një xham, edhe ndoshta për mos më ra poshtë ose diçka, po nuk ka pas të bëj kurrë me dritën. Bile po vjen mirë që po bën këtë pyetje se tash të njerëzit po më shkruajnë atë pas ka qit sigurimi jashtë ose kse ç'është dim na me thon diçka la pa ditë që shukon. Jo, thjesht në mënyrë shumë njerëzore ka ardhur ka tregu se nuk bën me nejt aty. Por sikur të mos mjaftonte fama në TikTok me veprimin, ajo bëri xhirën e rrjetit edhe në gigantin Daily Mail. Nuk e kom ditë deri disa orë mas koncertit që kom pas vëmendjen edhe prej audiencës aty në koncert. Koha mes Dubai edhe mes Melbourne është diku 6-7 orë diferencë, edhe mas koncertit u nita pak ashtu jet lag edhe thash të pushoj pak se ishte natë atje, po në Dubai ishte hala ditë edhe nuk ishte orari kur unë e flej. Flejt ashtu një orë edhe mas ju zgjova e kom sa njeri ma ka dërgu videon që u shku viral në TikTok. Like, shumë njerëz edhe më ka ka pak ashtu, di kur qosh prej gjumit një farë sikleti ku edhe thash qa u bo. Tani thash kuj pjani për Australian që kanë me thonë, po Albanians ka me më roast alive, se din të qyshe këta veç mos mujt me gjetë diçka edhe me të mytë. Komentet e shqiptarëve e befasuan për të mirë.
Fatmirësisht ka ndodhur komplet e kundërta dhe më vjen shumë mirë që shqiptarët e kanë marrë tamam ashtu që shukon, nuk u ka ai fal diçka e madhe, po veç u ka një dritë, edhe më kanë përkrah në një mënyrë shumë, edhe fakti që ajo faqja i ka blloku edhe komentet, është se shqiptarët ju kanë gjujt ashtu shumë keq, që t'ja spjegu që kjo nuk është të bo kur që na i sen keq edhe why are you mad për kur gjë heq, edhe besoj që për qatë arsye edhe i kanë dalë komentet, po më vjen mirë mas nej se qysh audienca jam e ka marrë edhe nuk më ka ardhur shumë siklet mas anej, veç në fillim ju më kanë pak wow, qysh kanë me prit njerëz, po në fund nuk e kur gjë na i sen shumë tragjike. Që u dytrisht edhe unë në momentin e parë kur e kom pa thash wow, kuqa pas kam me mba për mu, po po jo, patjetër janë disa përjashtime aty në koment negativ aty këto, po këto tjerat i kanë mujt, kështu që nice. Po kjo puna e Daily Mail po mdoket ka qenë dje ose par dje, dikun para 2 ditëve ose dje, s'më shumë i sigurt. Tashti, si me thonë disa orë ma përpara, e pash disa fansa Dua Lipës me kësi faqe me Mira Ndjeks, ma kanë dërgu postin e New York Post, edhe thash, wow, ja pas ka nisash edhe gazeta ndërkombëtare me shkru për këtë farë pune. Disa orë ma vonë po ma dërgën të kështë tjetër Daily Mail, thash, wow, që ka të ndodhë, po e kuptoj se mediat e kanë këtë punë, po kur s'ma kësh marrë menja që një dritë ka që vogël kësh me bo zhumë ka shtë madhe. Por si ishte eksperienca në koncertin e Duas në Melbourne? Po, tash të kjo rasti, puna jam është pak interesant, me të vërtetë, edhe sigurisht kur t'ki diçka ekstra me bo me një layover, diçka të veçantë, i një është shumë ma mirë, që ka qenë kë koncerti i Duas bashkë në ato datat kur kam qenë unë në Melbourne. Disa muj ma herët, unë jam fanse e Duan e du shumë dhe më pëlqen shumë si artiste, edhe bashkë jam hikë shumë jakëshyr kuj pas ka datat, se bashkë se është në World Tour, edhe diçka kohë të fundit i kom pas dhe fluturime diçka ju ku me ditë na i sen interesant, dhe thash lesës pas na kur gjë datat kur të është kjo, kur do ditë ma herët, besho që ka postu ajo në Melbourne, se ajo ka majtë koncert 5 net në Melbourne, dhe thash, në altë këshyri, deri kur është, kur e pash që është në datën 23, thash, po shkojsha, edhe e kom ble biletën, edhe kur shkova, gjatë krejt fluturime, unë e kom nejtë si flutë, të jau të shkrejve të knu kam të Duas gjatë fluturimit, edhe për krejt ishte shumë interesant, edhe për kolegët e mija, wow, qështë ka shku mendja me shku me një koncert gjatë layover, tash po t'i qysh, kur kena me i shfridzu në këto mundësi, nëse jo tash. Koncerti i Dua Lipës ka qenë me të vërtet koncert fantastik. Dua Lipa pa dyshim është një prej artisteve ma dashnëra prej publikut. E kom pa edhe vetë se sa friendly është, ka dalë poshtë skenës, ka folë me audiencë, ka dalë mes të audiencës, ka këndu bashkë me ta, nuk ka pengu pse jënë të e prejka, pse pja jepin telefonin me bo video, se diçka, ka kriju një atmosferë i jashtëzakonisht madhe. Dyqysh krejt audienca e kam përcjell, nashta se këshin përcjell bashkë qashtu që shkomenu, ama në sytë e mi, Dua veç ka bo me dorë qështu, edhe kejt e kanë follow, edhe dyqysh, edhe ishte interesant se mu nuk më do si Dua është dikush e jashtit, edhe si kur me pas shambull Beyoncé, në kanë që kësha këshyr, po më do si me ka një artiste shqiptare e jona, dhe wow, këshyr në Dua, jëm kon shumë excited, veli jëm kon offer meje do qika shumë treja, muj me thonë ashta fmi, edhe na jena kon ma excited prej audiencës që atë naltë, se dyqysh mu ka duk vetja që jëm këty në adolescencë, vëdin se kom pasi antër kështu prej e re me shku kështu me naj koncert, edhe për mu ka qenë një prej eksperiencave ma të mira që i kom bo, edhe prej eksperiencave që kom ujt me i përjetu të e bo këtë punë, edhe pa dyshim ka me met një prej kujtimeve ma të mira. E si përfundim, herës tjetër në koncert, a do shkoj do njeta me dritë?
Qëre drita nuk ka më shkap mu, s'ka më shkap mu kur prej dore. Nashta pa dyshim njeri dhe mëson prej nashta gabime nëse muj me qujt këta. Nashta janë ali pak këtë volumin e dritës, po pa tjetër një dritë me veti, se keni pa dhe vetë çfarë video të bukra më kanë dalë mu, pse mos mi bo prap. Me Donjetën e lam një tjetër takim kur fluterimet ta sjellën në Prishtinë për gjithçka për punën e saj dhe jo vetëm.